Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Si jeni a jeni mirë, se galut. Si shkoj së fyri sot, Zoti u a pas pranuar, e Zoti u a pas pranuar lutjet edhe duat, e Zoti u pas mëshiruar. E di që pyetja e parë më e rëndësishme që do të na bëhet sot, besoj 712.000 herë, do të jetë pyetja, po mirë se në Arabi është dita e fundit kur është Bajrami, si bëhet Bajrami, sepse është parë, s'është parë, po ato që kanë dalë më pak, ka dalë më shumë o njerëz. Kuptoni dhe zbatoni porosinë e profetit Muhammed a.s. që tha, agjëroni ditën që njerëzit agjërojnë dhe bëjeni fitër Bajramin dhe kurban Bajramin ditën që e bëjnë njerëzit e popullit tuaj, e vendit ku jetoni. Kështu që ne e kemi nisur Ramazanin, si më thënë, me datën, bismillah, e kemi nisur Ramazanin me datën 19 shkurt dhe e mbyllim Ramazanin me datën 19 mars. Dhe me 20 mars, ditën e xhuma, është fitër Bajrami. Ja, thashun, pyetja më e bërë, kur është Bajram? Kur është Bajram, kur është Bajram, kur është Bajram, kur është Bajram? Atëherë, Bajrami është me 20/3/2026. Edhe pse thuhet që është parë në filan vend apo në X vend e tjerë, ne kemi hadithin e pejgamberit alayhis salam i cili thotë, agjëroni ditën kur agjëron populli juaj dhe bëni fitër Bajram, ditën që e bën populli juaj. Kështu që stresi zero. Ne do të vazhdojmë. Megjithatë, për ata që e kanë merak, ne do të dalim prap. Do të shohim hënën, moti është i vranët, kështu që do plotësojmë Ramazanin. Kështu që jemi në rregull në çdo lloj situate. Kështu që Ramazani jon këtë vit është 29 ditë. Po ne në Francë që kemi filluar me 18, ju jeni në rregull. Edhe juve ju del 29 ditë, edhe neve na del 29 ditë. Stresi zero. Kur falet Bajrami? Në Tiranë do të falet në sheshin Skënderbej në orën 06:30. Nuk hëngra do të sufyra, më lejohet ha tani? Jo, nuk të lejohet të hajsh tani. Zoti ta lehtësoft. Çfarë ore do të falet Bajrami? Thuhet në cilën orë do të falet Bajrami? Në 6:30. A ka të drejtë Hoxha me kërku të holla për muezinin që ne i ka fal teravit? Po, nëse ai nuk ka mundësi tjetër për të jetuar, po. Nëse nuk i di me të jatën dhe salavatet, pas stres nuk ka problem, avash, kur të mësosh. Doja të pyesja në lidhje me kompensimin e agjërimit dhe zeqatin. A mund ta paguajmë për babain tim i cili është i smur me smundje kronike të zemrës? Po. Deri kur ka mundësi ta paguaj, s'ka afat, kur të mundesh. A mund të përdor zekatin për të paguar kompensimin e babait tim? Jo. Nuk më lejon burri të jap sadakan e vitrit. Unë nuk jam punë. Çfarë të bëj? Stresit zero. Nuk e ke për obligim. Përdesa s'ke të ardhura, nuk e ke për obligim. A ka të drejtë Hoxha? E thamë këtë, okej. Okej, edhe këtë e thamë. Po për ne gratë që nuk vinë do të falim Bajramin në xhamat, si të veprojmë në shtëpi, falni 2 rekat namaz nafile. A mund të bëjmë një dua për të zakën time, edhe në spital ka pas gjakderë, Allahu e shëroft, o Zoti më. Çfarë lutje bëhet për prindërit e vdekur? Zot fali, Zot mëshiroj, Zot
Bëhe varrin për kopshtët e xhenetit. Kur është Bajram të ju, kene është me 20 mars. Leximi i Kuranit shqip, a bëhet hatme? Jo. Zekatin në para duhet bazohemi në ar apo në argjend? Në ar. A mund të bëjmë dhikën e mëngjesit dhe darkës duke bërë punët? Po. A bën që të lexojmë surën Yasin për prindërit e vdekur? Jo, s'ka argument. Jetojnë në Itali dhe këtu ne marrim lek për fëmijë dhe ka pas jetu me ne mbesa e burrit kur dhash fitrat, kam dhënë dhe për të. Shumë mirë, Allah shpërblet. A pranon falë namazet nëse nuk dim të javë dhe salavatet? Tham po, e tham përgjigjen më lart. A prishet agjërimi gjatë vizitës të mjeku se po vua nga kolikat dhe doktori i prek barkun? A prishet agjërimi? Jo, çfarë janë kolikat? Nëse posedon 3.000 euro që t'i ka kap vitja, duhet më dhënë zekat? Jo, për 3.000 euro jo, 10.000 e lartë. Vitrat a mund të japim vllajt? Vllajin e ke për detyrë ta shikosh, jo të japsh vitrat. Vitrat, ti mendon se duke i dhënë vitrat 5 euro e ke kry me vllajin? E kam filluar Ramazanin në Angli me 18 dhe tani jam në Shqipëri. Do ta bësh Bajramin si ne këtu në Shqipëri. Sa është sadakës që do të japim ne në Greqi? 10 euro. Dhurimi i gjakut ka më shumë sevape gjatë agjërimit apo mbas iftarit? Dhurimi i gjakut duhet të jetë mbas iftarit. A ka ndonjë dua fikse për hatmen? Nuk ka. Çfarë të vinë zemër boje. Amin, Allah e shpërblet, Zoti ju nderoft. Zoti ju nderoft. A mund të bëjmë lutje në sejdë në gjuhën shqipe? Po. A mund të më dërgosh PayPal-in? E ke tek faqja ime Instagramit, postimi i parë. Në faqen time të PayPal-it. Hosh thota, jemi live? Jo, jemi në gjumë. Jemi në ëndër, duke pa njëri tjetrin në ëndër. A mund të japim sadaka në fitrit nipit nga vllai? Po. Ose nga motra? Po. Kur shkojnë varreza, si të lutem? Thuaj o Zot fale, o Zot mëshiroje, o Zot bëje për banorëve të xhenetit. O Zot na bashko me të në xhenet. Sa është vlera e sadakas? 4.000 lekë të vjetra ose 400 lekë të reja? Sa para duhet me dhënë për 4 persona? Jemi në Gjermani, me 10 apo me 15 euro? Varet se sa është atje. Nëse është me 10, duhet të jepni 40. Nëse është me 15, duhet të jepni 60. Fut në punë kalkulatorin edhe e gjen. Mos ta bëni pyetje të vështira, se s'kena qenë fort mirë matematikë. Çfarë mund të bëjmë për prindërit që na kanë ndruar jetë? Mund të japim lëmosh, sadaka, mund të bëjmë haxh, mund të bëjmë lëmosh rrjedhëse. Çojmë vend amanetet e tyre. Sa është përqindja e zekatit? Varet se në çfarë nxjerr zekatin. Nëse bëhet fjalë për parat, është 2.5%.
këtu në Gjermani kemi një besimtar katolik ka agjëruar gjithë Ramazanin, a duhet nxjerrë sadaka fitrin? Jo. Allahu udhëzoft. A është mëkat ti numërosh rekatët gjatë namazit natës? Jo, s'është mëkat. Robi duhet ta di se sa ka fal, nuk ka problem. A do t'japim ndonjë drek mas Ramazani o hoxh? Po, patjetër. Me kënaqësi. Vetëm mos kërkoni se me më dhon nuk ka problem. A humbet abdesi kur e duth femrën në faqe, por nuk kemi nikah? E çdo thot me e duth? Se kuptoj fjalën duth. Atë me çfarë është? Ta lexosh Kur'anin nga fillimi deri në fund. Ndalesat e ngrënit duhet bërë me imsak. Imsaku është ezani i dytë i sabahut tek Hanefit dhe tek zona e Ballkanit. A mund të shtrojmë një iftar për shpirt të vdekurve? Po. Po. A mund të japim dikujt para se ushqim që Zoti na bëj mbar? Po. Allahu rrit. Mbas iftarit të fundit, a do të falim teravi? Jo. A është e saktë hatmi e bërë në arabishtën translate terato? Jo. Aha, do thot fjala duth, thot puth. E puthmja nuk e prish Ramazanin. Po që rrezikon. Unë kam falë 60 rekat namaz natë, dhe thot më thanë nuk bën ashtu. Thuaj atyre që kanë thënë nuk bën ashtu, futi i tas lallët. Po mas iftarit. Amin, gjithë. Zoti ju nderoft, Zoti ju shpërbleft. Jam shtatzën dhe s'kam mund të agjëroj këtë muaj. Nuk ka problem, agjëro më vonë. Allahu ju rujt, Allahu ju nderoft, Zoti ju shpërbleft. Mirë, inshallah. A quhet hatme nëse dëgjojmë gjithë Kur'anin? Po, quhet. Çfarë lutje bëhet për të kërkuar xhenetin në mëngjes dhe mbrëmje? O Allah, më jep xhenetin e më mundson çdo vepër dhe fjalë dhe sjellje që më mundson xhenetin. O Allah, Zot, më ruaj nga zjarri i xhenemit e më ruaj nga çdo gjë që mund bëhet sebeb që të futem në zjarr të xhenemit për fjalëve, për veprat apo për sjellje. Allahu ju rujt e ju nderoft. Mirë, atëherë po mjaftohem me kaq sepse dhe unë duhet të kap namazin e sabahut. Allahu ju rujt. A e për shagjerimin e injeksionit diklofen diazepam dexozon, nëse bëhet në tul, nuk e prish. A bën vajza të fali vitrin për prindërit e vet, pa t'japi? Po, mund t'a japi, po duhet t'i njoftoj. A do t'jap sadaka ndikujt që më mban djalin autik në shkollë, nëse është meritor? Po. A mund të më dërgosh linkun e faljes? Po, direkt. Ta çova. Nëse nuk jep sadaka në fitër deri para faljes, a ka vlerë? Ka vlerë, po jo të plot. Para disa ditësh më zuri gjumi pak para imsakut, sa më doli gjumi pas orë kishe kalu, am pranohet, përsërite për siguri. I kamet për namaz natë nuk kam bërë asnjëherë, a pranohet? Pranohet.
Namazi natës nuk ka ikamet. Bajrami është me 20 mars. Me 20 mars. Dhe falet në 6:30 të Ksheshi Skënderbej, për ne që jemi në Tiranë. A jepet fitri dikujt pra nën me jetim edhe pse nuk ka gjëram, nëse është muslimane, po. Mirë vëllezër, Allahu ju lut, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vëllezër dhe motra, Allahu ju lut, Zoti ju nderoft, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.